Jemi rikthyer në studio, tani do të flasim për maturantët, të cilët sot janë në nethet e provimeve të fundit të maturës shtetërore, por njëherëzi në nethe edhe ne, po ashtu sepse duhet të shohim se çfarë degësh do të zgjedhin ata dhe se si do ta furnizojnë tregun e punës. Do të diskutoj me të ftuarat që kam në studio, Elida Motra Iliazi, sipërmarrëse ekspert e punësimi, mirëmëngjes, mirë se erdhe. Shëndetje, kënaqësi të jem prapë këtu. Ana Lazo, ekspert arsimi, mirëmëngjes, mirë se erdhe. Mirëmëngjes, kënaqësi. Po nis me ty sepse në fakt i ke ndjer edhe më nga afër gjitha këto ethe të maturës shtetërore, të cilat janë gjithmonë prezente. Si e ke parë atmosferën deri më tani, edhe po ashtu të ndalemi pak edhe tek rezultatet e provimeve të cilat na kanë surprizuar në një farë forme, ti je edhe lektore gjuhëve të huaja, dhe po ndalem pak tek fakti që në gjuhët e huaja maturantët shqiptar kanë dalë më mirë në rezultate se sa në gjuhën shqipe. Po, atëherë për ta nisur, pra, për sa i përket maturës shtetërore, është një proces i cili zhvillohet prej vitesh në të njëjtën mënyrë, pra që janë 3 lëndët bazë dhe lënda me zgjedhje. Mendoj që ka ardhur koha në fakt për një riformim ose një ristrukturim të maturës shtetërore, sepse duke parë rezultatet, kemi parë dhe problematika gjatë gjithë kohës, ndoshta në hartimin e strukturën e testeve, ndoshta në mënyrën se si këta të rinj përgatiten për sa i përket provimeve të maturës, testet modele, pra e gjitha kjo duhet parë, pra për një ndryshim, mendoj unë, dhe sugjerimi im i parë do të ishte mbase nuk është 100% i aksesueshëm për momentin, testi elektronik, e kam thënë dhe herë të tjera, sepse në këtë rast futet dhe meritokracia e vërtet, por me gjitha të mund të ketë dhe problematika nga ana tjetër, sepse ka dhe pyetje që janë me shtjellim, por gjithsesi kërkon investim patjetër në infrastrukturë, sepse siç e dim ka dhe shkolla që mungon, por në tërësi e shikoj si një proces pozitiv për një pjesë të maturantëve. Për një pjesë tjetër nuk e shikoj aq pozitiv për sa i përket meritokracisë dhe për sa i përket emocioneve të këtyre maturantëve, një pjesë i kanë tepër të mëdha emocionet, pra ndihen nën stres, nën presion, pra prandaj them që ka ardhur koha ndoshta për një ndryshim. Dhe sa më parë mendoj që patjetër është e nevojshme, por për një ekspert e punësimi dhe për një sipërmarrëse ndër të tjera, a është e mjaftueshëm një provim mature, pra gjitha këto provimet maturës për të vërtetuar nëse këta janë profesionistët e të ardhmes? Shiko, e para fare unë mendoj që duhet të shikojmë sistemin, që si që tha zonjusha, mendoj që ka vënd për përmirësim kudo. Patjetër që po. Sepse unë në parim jam e idesë që sistemi shkollor ynë është i dështuar, jo këtu, unë mendoj që është gjithandej, ne akoma po mësojmë nga shekulli i kaluar, ne po përgatisim another brick in the wall, dhe nuk po nxjerrim ata që ne duhet të dalin në tregun e punës, që kjo ka të bëjë me sistemin. Ana tjetër, për shkak se unë shikoj dështim në përgjithësi sistemin, unë mendoj që bie një barë shumë e madhe tek vetë personi. Që do të thotë, këta mund të quhen fëmijë, po këta janë adults, këta janë duke dalë në jetë, dhe përplasja e maturës, mendoj është përplasje parë me tregun e punës. A janë të mundshme, kur ata futen në provime, për mua do të shikoja prapë tek personi, që do të thoshja hidhet e personi, hidhet e familja, dhe pastaj dil tek shteti. Tek personi vetë unë mendoj që janë aq të zgjuar, dhe këta janë i brezë, të cilët janë rritur me celular. Që do të thotë, këta e kanë në dorë, të futën dhe të shikojnë që në fillim, për çfarë janë të prerë, çfarë duan të bëjnë në tregun e punës më brapa, dhe shkollimi, pastaj shkolla e lartë, është vetëm një urë që lidh ku je sot si ëndër, me ku do të jesh, që të hap dyert ose të mbyll dyert. Prandaj planifikimi është shumë i rëndësishëm. Ajo që unë shikoj shpeshherë me shumë klientë të mi, që bien fëmijët e tyre që 14 vjeç, ajo që ne shikojmë është 14 vjeç sot, janë njësoj siç kanë qenë para, të themi, një dekade, ata që kanë qenë të paktën 19 ose 20 vjeç, kaq të mirë formuar në çfarë duan të bëjnë. Nuk është e vështirë sot të marrësh vesh çfarë do duhet të bëjë dikush. Dhe ajo që unë mendoj, e thënë kjo, sistemi është jashtëzakonisht i rëndësishëm, sepse nëse flasim për mungesën e gjuhës shqipe, rezultatet në gjuhën shqipe është që kjo flet shumë. Por a e përgatisim vetëm për tregun e huaj, se si mund ta kuptojmë ndryshe? Shiko, ne kemi për detyrë, ne si familje, si shoqëri, si komunitet, si sistem shkollor, ne kemi detyrë të përgatisim qytetar që janë të gatshëm të vinë në tregun e punës, që nuk do të jesh qytetar, nuk do të dish gjuhë të huaja. Do të spari të dish gjuhën tënde dhe ti je krenar për gjuhën tënde. Por ajo që nisa të thoshja është, e para fare është sa dhe si këta të rinj ndihmohen të marrin drejtimin
ku duan të arrijnë në tregun e punës. Për të kthyer përgjigje pyetjes sua, janë këta që do vinë në tregun e punës. Unë do të thosha në 90% të rasteve futen ose sepse dikush po e bën këtë gjë dhe ata kërkojnë këtë gjë, pra është turma, nuk është personi çfarë kërkon. E dyta është mendoj që e gjejnë shumë të vështirë të krijojnë një portofol me gjithë detyrat që kanë bërë në shkollimin deri tani, që janë 12 vite, dhe ti mund ta marrësh vesh shumë mirë një fëmijë, edhe nëse nuk e kanë mundësinë që të marrin specialist që t'i ndihmojë për udhëtimin e karrierës, pra mund të mos duan të vinë dot tek ne, por është kaq e kollajt sot futesh online dhe të gjesh për çfarë është i prerë ky fëmijë. Dhe pastaj ata duhet të gjejnë këto rrugët që dhe testet në një farë mënyrë u japin drejtimin, por është drejtimi profesional që vendoset nga vet i riu / nga familja, që në rastin shqiptar është sponsori. Po, e vërtet, sponsorizon deri në përfundim 100%. Nuk diskutohet që t'jesë në një vend tjetër që të riun t'je përgatit dhe i thua tani shko, është kjo bankë që do të ndihmoj dhe do shikosh dhe interesat, sa të mban xhepi, sa vite më mbrapa do duash të paguash kredin mrapsh. Nëse tek ne duhet parë patjetër dhe me prindin në tavolinë, dhe këtu bëhet përplasje më e madhe, mendojnë, dhe këtu janë dhe se ana emocionale. Kanë pasur disa deg preferenciale prindrit shqiptar, dhe mendoj që shumica e prindërve nuk janë kaq të hapur dhe të lidhur me open source, me informacionin, sa janë të rinj, dhe ndaj dhe shton shumë pesh nga ana emocionale tek ta fëmijë, janë akoma fëmijë, kur këtave në procese të tilla, sepse mendojnë shpeshherë është you make it or you break it, sepse ju thuhet bëje, sepse po se bëre, po se arrite. Tani, sepse kjo është një diskutim tepër interesant. Në shumë vende ka një periudhë pushimi. Pra, nga përfundimi i maturës, nga përfundimi i gjimnazit në kalimin në universitet. Zakonisht këtu me njëherë, pasi përfundoj maturën shtetërore, shkojmë, bëjmë aplikimin për në universitet dhe me degën e parë ose kush është me fat, merë degën që do, e vazhdon. A duhet kemi një praktik të tillë? Ana që kemi një vit pushim, që ai të jetë i qartë në atë çfarë zgjedh? Atëherë, një vit pushim, në fakt është diçka pozitive, pra mund të shikohet për disa maturant, pra nuk po them për pjesën më të madhe, të cilët i kanë, megjithse pjesa më e madhe kanë paqartësi në fakt në zgjedhjen e degëve apo profesionin e së ardhmes, por shikohet si diçka pozitive, pra për t'i ndihmuar, por gjatë kësaj hapësire, kush do t'i informoj, apo kush do t'i ndihmoj? Kjo është pyetja dhe problemi dhe çështja që shtrohet gjithmonë. A ka Shqipëria Pra, është Shqipëria drejt një rrugë të tillë, pra për t'i informuar më së miri siç duhet këta dhe përveç degëve që do të zgjedhin edhe për kërkesat e tregut të punës, për nevojat pra që tregu i punës ka, dhe duke i udhëhequr këta të rinj në një rrugë ku ata më shumë të fokusohen tek talenti dhe tek pasioni dhe tek ajo çka ata dinë më së miri të bëjnë. Pra, gap year, pra një vit hapësirë është diçka pozitive, por nuk është 100% e domosdoshme dhe edhe bumerang i keq. Po, dhe e aplikueshme për të gjithë maturantët, po se siç e tha dhe zonja, mund të kthehet dhe në një diçka negative. Pra, mund t'i largoj. Pra, shumë vërtet, nëse ti ke planin, nëse ky fëmijë është ndihmuar, ajo që unë besoj në themel mungon që nga klasa e 6 deri në klasën e 12, mungon ajo marrja specifike me ta. Unë do ta konsideroja një lëndë të veçantë, që është shumë e domosdoshme sot në këtë det informacioni, kur ne i fusim këta fëmijë, që ata të kenë mundësi të dinë çfarë do të bëj. Për sa kohë ata nuk janë ndihmuar, është shumë e vështirë më mbrapa që të shkëputen fare dhe e mendojnë si të humbur, ndërsa nëse ky plan ka nisur shpejt, ajo që është që ti e shikon një vit off, ti e shikon sepse do me gjithmonë të zbulosh botën, të kontrollosh ato gjërat që ti di, por ti kthehesh ku e ke lënë, bëhen për shembull si praktika, gjithsesi që janë në Angli për shembull. Ti e di shumë mirë ku do të vesh, kur do të kthehesh, pse të mos ta marrësh të gap year, pse të mos marrësh një vit off? Ti e di ku, sepse që në momentin kur ti ke zgjedhur biologjin, ti e di në cilat universitete do vish, dhe ato universitete të presin, sepse ke marrë një uri të thelluar, dhe ata do marrin ty, nuk do marrin atë që ka marrë diçka nga shkolla profesionale. Ma ndodh që ne disa herë deri në zgjedhjen e shkollës së lartë të ndryshojmë atë çfarë mendojmë. Pra, dikur un kam thënë do bëhesh aktore, pastaj pas disa
disa vitesh tash do Jenë në kove, që? Detektive, pastaj vendosa të bëhesha gazetare. Pra, edhe mendësia ime ndryshoi disa herë gjatë rrugës, kështu që ndoshta nuk kemi orientimin e duhur edhe ajo çfarë duhet hapet. Pse të mos i bësh të treja këto? Për shembull, mendoj unë, asnjë, unë nuk mendoj atë që unë mendoj që këta fëmijë duhet të mësohen. Duhet thënë që nuk është e bëre ose vdiqe, o bëre këtë o vdiqe. Mund të thua shumë që do futesh në një shkollë, edhe gjatë rrugës në këtë shkollë, ti mund të kuptosh që talentet e tua janë gjë tjetër. Sot bota është shumë e madhe, shumë e larmishme, mundësit janë të jashtëzakonshme. Kështu që unë nuk e mendoj siç ka qenë përpara, që do i futesh në një degë dhe nëse nuk dilje mjek dhe do vetë punoj në mjekësi, sot është që unë kam shumë të rinj që vinë, që kanë mbaruar, mund të kenë mbaruar për një gjë, dhe ajo që ndërtojnë është totalisht një gjë tjetër. Sepse unë besoj e para njërë, sistemi arsimor nuk është se të nxjerrë të prerë ty për atë degë që ti mbaron, për të mos e thënë fare keq, që të nxjerrë fare zero, dhe kur vete du ta fillosh nga e para, do me thënë ajo që ti ke marrë, mendojnë është etika e punës, ti ke një tru të zhvilluar, ti ke marrë çfarë funksionon dhe çfarë nuk funksionon, sepse shikon që nga pedagogët, shikon nga mënyra se si funksionon gjithë sistemi, dhe kur ti del andej, je shumë më i prirur të bësh pikërisht atë që do, dhe nuk është kur vonë. Kjo është e para, e dyta unë mendoj dhe e them seriozisht, çfarë mund të pengoj ty të bësh detektive? Mund të futesh në një nga emisione që keni këtu, që mund ta fillosh të gjendje të lidhësh bashkë dy gjërat. Çfarë mund të pengoj të bësh aktore? Patjetër në ato që bën mund të bësh një behind the scenes këtu, pra ajo që jam duke thënë mundësit, orientimi para, por edhe kur ti e ke gjetur çfarë do, janë tre gjëra që mund të lidhen shumë mirë bashkë, përsa kohë ti e di që sa rojmë, aq mësojmë. Ana, lëndët me zgjedhje, që janë edhe provimi që do të jepet ditën e sotme për t'i dhënë pastaj fund maturës shtetërore, të presim edhe rezultatet e dy lëndëve të fundit. Janë një zgjedhje që nxënësit e bëjnë me vetdije të plot, pra zgjedhjen edhe duke u nisur nga ajo çfarë duan të bëjnë në universitet, apo zgjedhin lëndën më të lehtë? Në fakt, një pjesë zgjedhin lëndën më të lehtë, për sa i përket edhe mesatare, sepse mendojnë që kjo lëndë do të marrë një notë më të lartë dhe mesatarja do t'i ndihmojë për të zgjedhur degun që ata duan në universitet, por ndonjëherë nuk ndodh kështu, pra mund të ndodhe kundërta, sepse mund të jetë koeficienti i degëve, ndërsa një pjesë janë shumë të fokusuar tek një karrierë shumë e suksesshme në të ardhmen, pra janë të bindur dhe vendosin të zgjedhin aty ku ata janë të prirur. Pra, edhe pse mungon orientimi apo edukimi apo këshillimi për karrierë, por gjithsesi janë të vendosur, sepse janë dhe të zgjuar, siç e tha dhe zonja, pra se bota është shumë e zhvilluar dhe mund të marrin informacion dhe nga rrjetet. Sot vetëm burimet e informacionit. Burimet e informacionit nuk mungojnë. Për shumë mbytës. Po, dhe kjo pjesë pra bën një zgjedhje më të zgjuar, mendoj unë, që i çon aty ku duhet. Por përsëri në përqindje sa mund të janë këta që shkojnë nga më e lehta dhe pjesa më e madhe në përqindje 100% me shifra nuk mund ta them, por me parafërsi mund të jenë 60% që shkojnë tek nota, pra për notën mesatare më të lartë, pra zgjedhin degët më të lehta, dhe 40% janë të fokusuar tek degët më të vështira, pra që unë do ta quaj një zgjedhje të zgjuar dhe një zgjedhje të suksesshme për një karrierë të suksesshme në të ardhmen, por i vetmi problem që unë shoh, këta që bëjnë zgjedhjen, pra edhe nga pyetësorët apo nga bisedat e lira që unë kam bërë me maturantët, dhe jo vetëm këtë vit, por edhe gjatë viteve të tjera, por edhe me studentët, i vetmi problem është që pjesa më e madhe e bëjnë këtë zgjedhje për të bërë pjesë e tregut të punës ndërkombëtar. Pra nuk është ajo preferenca e madhe për të qenë brenda Shqipërisë. Pra po zgjedhja matematikën me zgjedhje se dua të shkoj të studioj jashtë, po, në Gjermani. Në Gjermani apo diku tjetër, dhe diçka tjetër që do ta lidhja me rezultatet e provimeve të lëndës së gjuhës shqipe dhe gjuhës së huaj, gjithmonë gjuha e huaj ka pasur ndër vite një notë mesatare më të lartë, për shembull, nëse gjuha shqipe ka pasur 6 deri në 7, gjuha e huaj anglishtja, italishtja, gjermanishtja, frëngjishtja 7 deri në 8, dhe arsyeja kryesore është se të gjithë këta të rinj e studiojnë
Pra, përveç shkollës, e studiojnë në qendra të tjera profesionale, bëjnë kurse në moshë shumë të vogël, përdorin internetin, dhe qëllimi i vetëm, siç e thash, është pra që ti funksionoj për sa i përket tregut të punës. Po, ndërsa rezultatet e gjuhës shqipe i kemi parë gjithmonë më të ulta dhe pra është një këmban alarmi, sepse unë mendoj që duhet të filloj një ristrukturim i gjuhës shqipe, një përgatitje shumë e mire e këtyre nxënësve që në klasën e 6, pra duhet shikohet kurikula apo duhet shikohen dhe librat, mbase, sepse në të menduarit dhe në të nxënit kritik dhe krijues, nxënësit shfaqin probleme. Pra, jo vetëm nxënësit e gjimnazit, pra problemet më të mëdha kanë qenë për shembull në zhvillimin e SES, bilingual, jo të gjithë, po janë bërë të gjithë, dhe ky është një problem. Në çdo vend tjetër gjuha nuk ka të keq, por nuk ka të keq. Është pozitive fakti që shqiptarët janë gjuhëdashës dhe i flasin dhe i mësojnë shumë mirë gjuhët e huaja, por nga ana tjetër ne nuk duhet të lëmë në hije gjuhën shqipe. Profesionistë do dalin në tregun tonë dhe këta do mbulojnë gjithë sferat tona. Të ta bëj pyetjen të drejt për drejt. Duke marrë shkas nga ky diskutim që ne kemi bërë deri më tani, duke ju referuar edhe rezultateve të kësaj mature shtetërore, por edhe të maturave të tjera shtetërore, nëse do të vinte një i ri i kësaj moshe dhe do të kërkonte pa eksperiencë, të punësohej, do ja jepje një mundësi? Pra, një 18 vjeçar. Shiko, e para një herë do ta pyesje për çfarë do të punësohet. Sepse këta i ketë shkëlqyer për mediat sociale. Këta janë tjerë zakonshëm që punojnë këta kanvas ti nuk e ke iden, sepse kanë parë shumë. Apo gjithë formatet. Programim, besoj. Absolutisht. Po pjesa kryesore e tyre, për mua, unë do të zgjidhja në qoftë se do mbien një portofol pune të tyre, siç thash. Për mua është e rëndësishme çfarë kanë bërë në 8 vjeçare. Ku janë marrë me diçka që unë dua të shikoj që janë qytetarë të mirë, që janë të gatshëm të japin mrapsh. Pra, unë nuk do investoj te dikush që ta kthej bish në tregun e punës, që unë e bëj këtë shumë mirë. Po unë dua dikë i cili të vi me idenë që mund t'jap mrapsh. Janë ato aftësitë e buta që vlerësohen. Jo vetëm aftësitë, është karakteri. Për mua shumë i rëndësishëm karakteri, sepse po flasim për sa të rinj që këta do jenë drejtuesit e të ardhmes. Pra, nëse do të vija një shtesë tek ajo që thatë, këta do vinë në tregun e punës. Jo, nuk janë në treg, këta do drejtojnë. Nga kjo 40% që tha zonjusha, ti ishe sigurt, që është një 10% që ne duam s'duam, ata do jenë vendimarrësit tanë edhe për pensionet tuaja. E vërtet, po. Por në qoftë se këta nuk dinë gjuhën shqipe një, në qoftë se në karakter nuk është punuar me ta, dhe unë mendoj që në kurrikulat tona, aq sa mund t'jenë futur sa gjëra, mendoj unë të marra shablon nga kultura të tjera dhe të vëna tek ne, ndërkohë që ne duhet mes e zbën të nxjerrim idenë e daljes në komunitet. Këto janë gjërat që unë kërkoj. Cili është talenti këtij personi, që duhet ma vërtetoj me a ka bërë një gjë të tillë përpara, pra mund të thotë që unë jam marrë me mediat sociale, unë them me kë ke punuar. Ose mere këtë një pjesë skriptit dhe ma sill. Dhe dyta pastaj do të ishte pa tjetër më thuaj ku do të ndihmosh, ku mund ta bësh të gjën for free, ndërkohë që do vish tek unë dhe të paguaj. Në parim, nëse do të thoshja për të tërë ata që janë në gjimnaz, duke uruar shumë sukses dhe duke i kuptuar që ju vihet nga shoqëria një barë shumë e madhe emocionale. Do t'i thoshe, qetësohuni pak. Shiko, jo qetësohuni, sepse gjithë jeta përpara, gjithë jeta që keni përpara, këto do ketë përplasje, këtu përplasje atje, kjo është përplasje e parë. Në çdo brez. Po, por ajo që duhet të mbajnë mend është që në këtë përplasje të parë nuk shkojnë me zero. Janë një brez që kanë bërë shumë punë, që të arrin deri këtu kanë punuar, po këto duhet i dokumentojnë, asgjë s'duhet humbur. Në tregun e punës, ne kemi sot që marrim intervista persona dhe ju thua, më thuaj çfarë ke bërë, sepse është behavioral interviewing. Pra, çfarë ke bërë përpara, është një trend çfarë do bësh më mbrapa kur të vish tek ne. Dhe pyetja që i bëhet është, më jep një rast kur ti thua që je drejtues. Më thuaj kur ke drejtuar një projekt të vogël, çfarë keni bërë, ku keni dalë? A janë më rebel se shumë studime të ndryshme, edhe pse unë mendoj më shumë bazën e kanë tek paragjykimet, thonë që Gjenerata Z, për shembull, është një brez rebel që nuk do të bëjë një punë 9 me 5, po të gjithë pretendojnë të jenë sipërmarrës. Do doja një përgjigje nga të dyja, se Ana ka edhe kontakt të drejt për drejt, por po e nis me ju. Ata që vinë, unë për shembull kam bërë një studim shumë të thelluar të tyre, sepse më duhet të dija. Edhe është pjesë e doktoraturës sime që bëra. Vjen dhe ishte të studioja pikërisht të grup. Ajo që unë kam mbas studimit është vetëm admirim për ta. Janë një brez, janë, të themi puritan, poja është po, joja është jo. Ata nuk duhet të gënjehen.
Dhe brezi tjetër është ju thot, hajde sot marrën punë, do t'jap të ata poa the e duan. E para, e dyta, nuk kanë atë qasjen e vjetër që kanë brezet e tjerë që do punoj fort të 10 vjeçar, dhe pastaj do jetoj, jo, ata duan të jetojnë dhe të punojnë. Dhe e treta, janë brezi që e kuptojnë që do të punosh hibrid. Vetëm kjo t'jep atë qetësinë e madhe dhe unë nuk do të thoshja kur që janë brez më rebel, nuk janë më rebel, janë më të drejtë për drejtë, nuk durojnë do të gënjeshtën. Dhe njohin të drejtat mbase. Po, i njohin sepse janë shumë të informuar, din të artikulojnë veten e tyre shumë, flas në përgjithësi, nuk flas për grupet saktuara që më patjetër ka dhe grupe. Po flas gjithmonë në përgjithësi si brez, ata janë të drejtë për drejtë, janë puritan, kanë sa vlera që i kanë ndryshe nga brezat e tjerë i kanë për komunitetin. Pra mendojnë që jemi pjesë e një gjie të madhe, edhe sepse u rritën duke qenë pjesë e një global village thing. Ana, është e vërtet, është në të paktën nga raportet e drejt për drejta që ti ke pasur me nxënësit? Po, unë mendoj që një pjesë janë rebel, pra pjesërisht do ta thoja edhe këtë, jo të faktuar, po 100%, por ama një pjesë janë edhe shumë të ndërgjegjshëm, shumë të vendosur për atë çka duan të bëjnë dhe drejt një rruge që shikojnë të suksesshme dhe shumë frytdhënëse për të ardhmen e tyre. Pra, i shikoj, pra, 50, do me thëmë 50 me 50 në base. A është kjo një brez që po i rikthehet profesioneve, se për një kohë shumë të gjatë në Shqipëri, për shkak të mentalitetit të dikushën dhe për shkak të pasojave të një sistemi në Shqipëri për shumë kohë profesionet janë paragjykuar dhe kemi parë edhe për indritan të nator. Ndryshimi që erdhi nga digitalizimi, nuk është më turp të thua që unë nxirr bukën duke qenë një nuk është turp, por unë mendoj që akoma nuk kemi ardhur aty tek pika e dur kur ne i vlerësojmë 100% profesionet e zanateve. Vazhdojmë akoma të mbetemi besnik akoma ekziston të universitetit. Po, patjetër që po, akoma vazhdon ajo pra mendësia që duhet të studiojë në një universitet, duhet të marrë një diplom, edhe pse me një zanat ai mund të ndihet shumë komod, dhe ky është ndikimi familjar, është shumë i madh, mbase edhe bashkëmoshatarët, por unë mendoj që për ta zgjidhur këtë, sepse është dhe e nevojshme besoj në tregun e punës, mendoj që duhet një ndërgjegjësim për sa i përket shkollave profesionale. Pra duhet bërë një reklam, do të janë thonjza shumë e madhe. Marrë parasysh që ne nuk na duhen vetëm jurist, na duhen vetëm në të njëjtën kohë, përveç se një reklame thënë në thonjza, gjithashtu dhe një punë e madhe me mendësinë e këtyre të rinjve, ndoshta edhe me familjarët, por gjithashtu dhe një investim për shkollat profesionale. Këtu do doja të dilja. Sepse mungon. Shumica e tyre shkojnë në universitet, sepse zgjedhja tjetër është nën mediokren. Dhe këta persona shkojnë në universitet qoftë edhe për të rritur, dhe unë mund t'jap përvojën nga një universitet kur unë jap mësimet të buja, mbi 60% e tyre, ndërkohë që janë 3 vitet e bachelorit, janë që punojnë. Dhe punojnë full time. Dhe shumë prej tyre e krijojnë këtë mundësi punësimi për të parë bëj për këtë, s'bëj për këtë. Por ajo që unë shikoj shumë të mirë, është që niveli i kërkesës që ata kanë, është për mbi mediokren, që unë mendoj kjo flet shumë për leadershipin tonë të ardhmen. Çfarë do të thotë kjo? Unë i shikoj në shumicën e rasteve të mos e kenë mundësinë e stigmatizimit të profesioneve që janë jo me diplom, pra profesione që zanate mirëfilli, por ajo që ata shikojnë është që në qoftë se kjo nuk është vlerësi me dinjitet, ata i largohen prej kësaj gjëje, sepse si thash në atë fabrik, në cohën që janë të bërë, ata e kanë shumë të rëndësishme të qenit i vlerësuar. Të qenit i vlerësuar drejt për drejt. Dhe në qoftë se ata vlerësohen në mënyrë të drejt për drejt, do të ndodhë siç ndodh me të rinjt në Angli, në Gjermani, që në qoftë se do dalë një hidraulik i zoti, dhe ai paguhet shumë mirë, dhe ai është i vlerësuar si zotëni. Ndërkohë që dhe nuk do të paragjykohet për më të shumë. Sot në Shtetet Bashkuara të Amerikës referuar një statistike të fundit, profesionet, sikurse mund të jetë hidraulik, mekanik, janë më të paguarat ndër gjithë të tjerat. Duke përjashtuar patjetër disa profesione ikonike, po i quajmë kështu, që patjetër kanë mbetur prej vitesh me radhë, po profesionet të ardhmes duke të jenë pikërisht. Absolut, sepse janë nevojat tona, do me thënë burire, çfarë ka të bëjë me shëndetësinë, me arsimin, që unë mendoj pikërisht se sistemi totalisht i dështuar, me arsimin, por dhe me shërbimet e ndryshme, flasim në shërbime, çdo gjë që ka të bëjë me familjet, këto janë profesione do jenë përsa kohën e të jetojmë aq herë do të jenë.
nevojat për infermier, nevojat për... Mësues. Absolut, po. Profesioni më i mirë që mund zgjedhë një njeri sot? Duke ju referuar edhe pagës që mund të marrë. Ajo që unë do të thoshja është që të heqim pikërisht të gjënë të lidhim pagën me çfarë ata duan të bëjnë. E para fare duhet gjenë çfarë i qeshin syt kur e bëjnë. E dyta, si mund të bëhet për këtë gjënë të bëhet më i miri apo e mira e mundshme. Pra mund të jetë ka gjë e vogël që duhet të bëjnë, duhet të investojnë në mënyrë të jashtëzakonshme. Dhe ata din ta bëjnë këtë gjë, po duhen ndihmuar nga prindrit, sponsor, sepse shpeshherë ai thotë unë dua të bëhem një marketer shumë i mirë dhe prindi thotë do ngelesh pa bukë. Nëse nuk do të bësh këtë, nuk do bësh atë. Pra e para fare duhet të gjejnë për çfarë janë të prerë të bëjnë. Dhe kjo gjendet kollaj fare me talente, siç thash, shiko mbrapa dhe shiko çfarë ke bërë. Ku ka shkëlqyer? Nëse ti ke shkëlqyer në dramë, ti do vesh të drama, zemrën, ti do bësh aktore do, sepse jeta përpara do të krijojë mundësinë dhe është si puna atij që unë them që del për të bler një aspirin, syrit shikon vetëm atë kryqin jeshil të farmacive. Ne do të vemi drejt asaj që jemi prerë të bëjmë. E dyta interesat, sepse prindit do paguajnë, fol me ta, do të thotë, fol me ta është ullu dhe bëj një business deal, që do të thotë do më ndihmoni, dhe unë sa të dalë në punë, unë do kujdesem për ju, se nuk do ketë sistem që t'i ndihmoj ta prindit e tyre. Dhe e treta, pastaj mendoj unë, cila është vlera në treg, dhe nëse ata mendojnë që do duan të bëhen, shumica duan të bëhen të famshëm në diçka. Po ti pyesësh, dua të bëhem i famshëm si filani, si modelet që kanë. Mundet patjetër të bëhesh i famshëm, po a bëhesh për një vlerë që shton apo për një anti-vlerë? Mua më habisin ca raste kur vinë dhe thonë që janë influencer, e dua të lutem më ndihmoj që këtë që kam ta kthej në biznes. Dhe unë shikoj që janë, do të thosh janë, keni parasysh llamarinën, sa kërcet llamarina bam 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 bam, se është bosh brenda. Dhe është e gjitha kjo që ne mundemi patjetër të ndihmojmë një të ri, të mos bëj gjëra bosh, po të bëj gjëra që kanë vlerë. Gjëra reale dhe vlerë. Ana, një këshill të fundit fare lidhur me maturantët sot, po shumë shkurt, lutem se jemi në limitet. Për sa i përket provimit, atëherë në rast parë i uroj shumë suksese, mbase nuk dua të fokusohem tek kjo pjesë, por të fokusohem tek ajo çka ata kanë mësuar gjatë 3 viteve të gjimnazit dhe të ndjehen të lirë, pa presion, dhe le ta shijojnë, siç e tha dhe zonja, pra është thjesht një provim në fund të fundit, asgjë më shumë. Ju falenderoj që ishte me mua në studio. Shumë kënaqësi.